Familjet në Maqedoni mund të përfitojnë dukshëm më shumë orë me energji elektrike të lirë gjatë ditës. Këtë e paralajmëroi kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik Aco Ristov, duke zbuluar se është duke u zhvilluar një analizë detajuar e sistemit aktual të tarifave blok. Qëllimi kryesor i këtij procesi është që qytetarët të kenë fatura më të ulta përmes shfrytëzimit më të mirë të energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme. Sipas Ristovit, sistemi aktual i tarifave blok ishte vendosur si masë urgjente gjatë krizës energjetike, por që atëherë kushtet në treg kanë ndryshuar ndjeshëm. Tani po shqyrtohet një model i ri që do të mundsonte që energjia më e lirë nga centralet fotovoltaike të arrijë drejt për drejt te anvisrit. Rregullatori shpjegon se në periudhat të caktuara të ditës ka prodhim të madh të energjisë elektrike nga centralet solare dhe ideja është që kjo energji të drejtohet te qytetarët në vend që të mbetet e pashfrytëzuar. Një nga opsionet kryesore që po shqyrtohet aktualisht në komision është zgjerimi i tarifës së lirë ditore nga 2 orë aktuale në gjithsej 5 orë në ditë, mas që do të lehtësonte ndjeshëm shpenzimet mujore të familjeve. Sa i përket tarifës së lirë gjatë natës, Ristov theksoi se ajo nuk do të hiqet, por është e mundur të ketë korrigjime të caktuara në orarin e vlefshmërisë. Të gjitha vendimet përfundimtare do të merren pas përfundimit të analizave që po i përgatit komisioni.